a mundet thot prej sihrit magjis me qenë autizmi tek fëmija? Pra në parim themi jo, nuk ka argumente për këtë që po e përmend ti, përkundrazi mjekësia është ajo e cila vërteton apo e tregon saktësisht sebepin e autizmit tek fëmija. Por ndoshta me i pyet ekspertët e kësaj lëmie, ndonjë detaj më të zgjeruar se sa kjo që e përmenda unë, mund të na japin përfitime, pra dije në këto. Nuk këshilloj me pyet ndonjë thjesht vetë që merret me rukje ku e diçka, por duhet të jetë ekspert i kësaj lëmie, prej dietarëve që do të kisha para preferuar e pyet dietari Khalid el-Hibshi nga Arabia Saudite, ndoshta ka dhe tjetër që nuk më kujtohen emrat, ose Abdussalam el-Bali nga Egjipti, që ka dhe tjerë thash, por po më kujtohen tash këta dy dietar. Ndoshta këta mundën në ndonjë pyetje të internetit me na dhanë një dobi, ose dikush nëse ka dëgjuar prej tyre diç për autizmin, ndoshta ja vlen me përfitua edhe na me na dërgu në koment ose dikun ndonjë video të tyre. Për ndryshe, unë nuk kam lexuar që autizmi është si shkak i magjisë. Zoti e di më së miri.